Brezin e betonit në projekti kemi 30-50, gjerësia 30, që këtu në vend e kemi 20 në fakt. Një 10 që e kanë ngëron. Edhe lartësia 50, këtu e kemi 27 beton, po drasa është 30. Nuk e kemi lujt ne se gjaj kanë hedhur këtë pjesë. Jemi këtu në këtë pozicion. Edhe njëherë, për të kuptur, i kanë rrujtur 20 lartësi, 30 është drasare. Se shiko qik drasa, futet dhe ja 7 pond, 6 pond, mos të hamaret i të dhe ne një e burë dhe. Se i ngecë ngry këta të keqen. Sa ishtu? 7 apo 6? Sa është? 6 tu, 6, shumë mirë. Do me thënë, nga 30 që është drasa, thot inxhinjeri, hiqi 24 është betoni nga 50. Pra i gjys për gjys. Mirë si je, si kalove ti, mirë të keq. Kemi edhe detajnë teknikë se i përket gjithësisë trotuarit, që është një nga ankesat kryesore të banorëve të zonës këtu. Po. Në projekt ne kemi 26 deri në 40, këtu shkojmë maksimumi 10. Pra sa do t'ishe gjitha? 26 deri në 20. Zet. Kështu është 10. Kjo është e gjitha si detaj teknik. Pra 30 pond i bie gati, i keni ato vizore që vjenim klas parë, ato ishin 30. Me një vizore që të kuptoni sa kanë rrujtur. Po nuk e kanë rrujtur vetëm këtu, po gjithë e kanë ngëron firma njëherë për njëherë. Me të parën kjo. Pra se që pengon të firmën, dakord që diku më te mund t'jetë pa mundur, mund të vëgloj. Po këtu është i gjithë rruga, duhet t'jetë trotuari 26 dhe 20, tu është 10. Çak. Tani kemi edhe detajt teknik sa i përket pjesës gjerësisë rrugës. Që është? Në projekt ne kemi 50 cm do trajtohet me kunet betoni, se i përket urave të shirave, që normalisht do visi pas pjesës rrugës. I bie deri këtu. 50. Po. Kemi 2 4 metër, 2 korsi. 2 korsi, 4 metër, 2 korsi. 4 metër, do të thot, do shkojmë deri te 450 që jemi këtu, që mbaron asfalti ekzistus. Pastaj kemi dhe i pjesë tjetër që duhet trajtuar, jo më pak se 50 cm, që është kjo diferenca këtu. Që i bie? Që këtu në fund ditës do jetë trup rrugë, do jetë kunet betoni, deri sa? Deri 5 metër. Deri këtu. Kjo pjesa këtu të shi, as është trajtur, as është bërë. Sa do t'isha 40 pond e thellë? Minimalja 40 pond. Pra, sipas projektit duhet trajtuar me çaku 40 pond. Duhet trajtuar, duhet skarifikuar asfalti, duhet trajtuar. Kjo ngjeshje, rulosje. Këtu i bie që makinë e madhe mund t'i ketë kanal theti. Pas një viti 2 vjetësh do japi efektin e Kësa qarjes këtu. E qarjes këtu.